Edhe pse titujt global në vitin 2025 ishin të mbushura me konflikte dhe pasiguri politike, ky vit pati edhe një anë pozitive. Kjo përputhet me faktin se 2025 është viti i katrorit të përsosur. Një fenomen i rrallë matematikor që ndodh paraferësisht një herë në një shekull dhe sjell ndryshime simbolike dhe përmbysje historike. Për herë të fundit, bota pati një vit të tillë në 1936, para ndryshimeve të mëdha globale, ndërsa i radhës do të vijë vetëm në vitin 2116. Ashtu edhe viti 2025 ishte i mbushur me ngjarje pozitive dhe transformuese. Në vend të parë, pas 2 viteve luftë gjenocidale në Gaza, vrasjet masive dhe bombardimet e civilëve nga Izraeli u ndaluan, duke hapur kështu dyert për një proces paqeje të brisht, por të vërtet. U shënuar gjithashtu një hap i rëndësishëm përpara në luftën për një të ardhme më të qëndrueshme. Burimet e renovueshme të energjisë për herë të parë në histori tejkaluan qymyrin si burim kryesor botëror i energjisë elektrike. Burime si dielli dhe era kanë plotësuar madje 100% të kërkesës shtesë globale për energji elektrike dhe kanë nxitur një rrënje të lehtë në përdorimin e qymyrit dhe gazit. Lajmi i dobishëm për të gjithë njerëzimin është se shtresa e ozonit në vitin 2025 filloi të rekuperohej më shpejt se sa pritej. Shkencëtarët presin se me këtë ritëm rikuperimi, shtresa e ozonit mund të arrijë gjendjen e saj para dëmtimit të viteve 1980 dhe kjo deri në vitet 2040. Përparim nuk u shënua vetëm në tokë. Për herë të parë, një kompani private realizoi një ulje plotësisht të suksesshme dhe të sigurt në hënë. Misioni pa ekuipazh i kompanisë Firefly Aerospace Blue Ghost është pjesë e bashkëpunimit me NASA-n, e cila synon të shfrytëzojë sektorin privat për ta rikthyer njerëzimin në hënë. Dhe në një botë gjithnjë më të pavarur dhe të izoluar. Gjithashtu, po jemi dëshmitar të rikthimit të humanizmit. Para pandemisë, studimet globale tregojnë se veprat altruiste dhe bamirëse janë rritur për 10% mbi nivelin para vitit 2020, duke përfshirë vullnetarizmin, ndihmën ndaj të panjohurve dhe donacionet. Ky trend tregon një rritje të qëndrueshme të aktiviteteve humane dhe përgjegjëse shoqërore në shumë vende të botës. Pra viti 2025 tregoi se njerëzimi edhe gjatë krizave mund të përparojë dhe të bëjë vepra të mira.